Të gjitha kështjet ka pas. Çfarë këshia? Kështjet ka pas për plasjet politike. Ato kanë qenë shqetësime më i madh i këtij viti për ju? Ndër ato na prishin Terezin. Kur i shikojmë çdo darkë televizor të lloj për plasje na prish Terezin. Çfarë duhet të bëjmë? Ato na kanë të pashpresë. Ka humbur besimi i njerëzve gjë më keq. Edhe një herë gëzuar viti mbarë dhe si vetëm banke. Faleminderit Dhe shumë. kënaqësi për shqiptarët. Ta ndjejnë veten më të mirë, më të gëzuar, ta ndjejnë veten si në vendin e tyre. Mos u duket vendi si në fituar. Unë uroj me gjithë shpirt që këtë gëzim kaq përbashkët që kemi këtu në Tiranë, ta kenë çdo shqiptar në Shqipëri edhe kudo në botë. Të kenë shëndet, jetë të lumtur dhe të kenë sa më shumë dëshirë për ta gëzuar këtë jetë. Që unë ju uroj një vit të ri të mbarë edhe për juve, që të keni më të mirat e kësaj jete. Ka shumë gjëra të vështira. Por unë edhe një herë shpreh këtë urim që t'i lëmë mënjan ato cilë smiset dhe të shikojmë atë që është më e rëndësishme. Unitetin kombëtar, krijimin e një elite kombëtare që të jetë adhetare mbi të gjitha, të kemi njerëz të mençur që ta drejtojnë këtë vend në mënyrë që ta shikojnë shqiptarin si një bashkëdhetar për një jetë të gëzueshme të përbashkët, sepse sado i pasur të dikush nuk mund ta gëzoj dot jetën nëse shikon një dikë të vuaj. Në këtë kuptim edhe unë ju uroj që të kemi më tepër vëllazëri, dashuri dhe të përkrahim njëri tjetrin. Ta shikojmë tjetrin si partner dhe jo si kundërshtar. Kjo është domethënë. Dhe për juve vajza të këndshme, uroj të keni më të mirë në kësaj jete, të keni një partner sa më të mirë, keni një familje sa më të gëzueshme. Falenderoj shumë. Koni çka gocash të bukura kam gjetur këtu. Goca ishte kaq i bukur për ju 2025 sa qeni vet? Po, për mua ishte një vit me eksperienca të reja, me njerëz të rinj, edhe ishte një vit shumë i bukur në përgjithësi. Mendoj që vit i suksesshëm në disa aspekte, pastaj në aspekte tjera shumë hajdmo për ta kaluar. Po që çdo vit janë eksperienca të reja, kështu që nuk është se e mbajmë me inat një vit ose lutemi që të kalojë me shpejtësi, kështu. Thjesht Çfarë është gjëja më e vështirë që kalove këtë vit? ndrimi i shkollave. Do me thënë, nga një vend të vendit tjetër, njerëzit janë të rinj, eksperienca të reja sigurisht, po që vjen edhe me vështirësitë e veta si gjë. Gëzuar festa të gjithë shqiptarëve dhe dritare televizion. Puc! Dhe këtu jam unë duke krijuar një kartolinë urimi nga Dritare Televizion në një nga stendat e vendosura në sheshin Skënderbej. Gëzuar Krishtlindjen për të gjithë, bekime pafund për familjet tuaja, Zoti ju bekoft. Çfarë duhet i lëm pas këtij viti? Mendon ti që sa marrim me veten në 2025?